أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatat dhe selamet ja dërgojmë dhe adresojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Dashur vëllezër besimtar, lutem Allahun Azza wa Jall që ky fillim të jetë fillim i mbar, që të mbarim shembull në jetën tonë nga pejgamberët e Allahut, ata të cilët ishin më të përzgjedhurit e Allahut, që të kemi si udhërfyes dhe dritë të udhëzimit në jetën tonë të përditshme. Unë fillimisht kisha dashur ta bëj një krahasim kur çdo njeri është i smut në jetën e vet, për shembull ka plën një smuje, edhe detyrohesh prej mjekut që të shkosh ta bësh një terapi apo për ta shëndosh trupin tan. Do ta kish një terapi që e kalon disa ditë edhe të largohet një smundje e caktuar. Çështja e serisë ligjëratave, e konkretisht, do të thonë prej Ademit alayhis salam deri te Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam, është një seri sikur një terapi. Do të thonë ti e ke seria për, do të thonë, shpirtin tan, ke terapi të shpirtit, a terapinë e trupit shkon e merr te mjeku. A terapinë e shpirtit për të edukuar shpirtin tan e merr ligjërata. E unë si fillim e kam zgjedhur një thënie të Ibn Rajabit, njëri prej njerëzve më ndikim do të thonë historinë e njerëzimit. Ai tregon një thënie shumë interesante. Thot, nëse do të kishte mbet ligjërata, këshilla, nasihati, tipët veç për atyve të cilët janë të pagabushëm, do të thonë këtë rast e ka për xhallart, nëse do të kishte mbet nasihati, këshilla, ligjërata, tipët për atyve njerëzve të cilët janë të pagabushëm, atëherë mas Muhamedit alayhis salatu wassalam s'kishte nevojë më ligjërat. Do të thonë si fundi i pagabushëm ka qenë Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. E jo na është me ditë shumë mirë që ne që do të ligjërojmë mund të bëjmë edhe ndonjëherë gabime. Mund të bëjmë edhe ndonjë lëshim, por kjo është prej asaj që Zoti na ka kriju, ku thonë Kurani, "Khuliqal insanu dhaifa", ka kriju njerin e dobët edhe tipi dobësisë te mund gaboj. Ndërsa gjithçka që kemi përgjithë ligjërat, jena bazu në disa pika. E para është jemi bazu në disa tefsire, do të thonë duke filluar me tefsirin e Kethirit, Kurtubiyut, edhe Ibn Sadit, pastaj kemi marrë librat e historisë, do të thonë historia më e saktë që është e Ibn Ishaqut, prej njeriu të parë i cili e ka shënuar librin për pejgamberin alayhis salatu wassalam, edhe pastaj kemi grumbulluar ajete edhe hadithe, edhe konkretisht më shumë që do të bazohemi do të jetë çështja me ajete kuranore edhe e shpjegojmë historinë e pejgamberëve duke i pa ajete kuranore. Kur nuk ka ajete kuranore për një situatë caktuar, marrim hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ku ka hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam, automatikisht ka edhe komentim të mufessirëve, komentim të atyre të cilët e komentojnë çështën e historisë. E jo na është ta kuptojmë fillimisht se ne duhet me dojë mos ta mësojmë historinë e pejgamberëve. Qyre, historia e pejgamberëve ndoshta në aspektin material kur gjë nuk çon. Jo, në aspektin material ndoshta kur gjë nuk bën gjë. Ama në aspektin shpirtëror ti mëson mi pa shumë pika. Do të thonë pikën e parë që ne kam përgjithë më lugë është se pse flasim për historitë e pejgamberëve, do të thonë fillimisht prej Ademit alayhis salatu wassalam e deri në fund deri tek Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. E para është ti forcojmë besimtarët edhe ti bëjmë durueshëm. Për shembull, cilin e keni shembullin e juve që ti duhet të ishi durueshëm. Kush është njeri që më shumë ti ka bërë sabër? Cili individ ju shkon në mend kur folë dikush për sabrin? Kush është ai? Ajubi alayhis salam. Do të thonë, kur do me marr tamam mirë se çush është nuk ka një smut shumë i sprovum tepër, ama shumë të ka sprovu Allah. Edhe ti do me pa vetën se qysh me po një zgjidhje që unë t'jemi dorushëm me historinë e Jubit alayhis salam. E hupi familjen, e hupi bereqetin, e hupi pasurinë, e hupi shnetin, edhe çka i tha Allahu azza wa jall, këtë që i tha. O Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durra wa anta arhamur rahimin. O Allah, mun ka kap mjerimi, ama mun ka kap mjerimi i madh, tana të qijat një nga. Ama shka i tregon Allahit se ti jem shëruesi i mshërbërzve. Allah ja kthen e Jubit i thot, o Jub, ne ty edhe të shërojmë. Edhe ta kthejmë familjen, ama jo familjen që i pa ca antar, ne t'i kthejmë 2 fysh më tepër. Do të thonë 2 fysh ka kthej Allah, pse se Jubi alayhis salam ka budurim. Historia e dytë është për shembull dikujt i vdes fëmia. Edhe me të vdek fëmia është një punë ndoshta që është sprova prej sprovave më të rënda që mundet Zoti mi ia dhon dikujt në këtë botë, apo? Do të thonë ti sprovosh të vdesë vlladi, a standard ne mendojmë që baba edhe nana kanë vllad me rend, në sytë e tonë i vjet që shkon baba edhe nana para e vlladit. Ama te Zoti sy nuk është kështu. Zoti ndoshta ta merr një herë vlladin, masi ta merr edhe vlladin tjetër, masi ty të merr. Do të thonë te sytë e Zotit janë ndryshe punë. E kur desë vlladi, kanë ki shembull ti? Kanë ki shembull? Pejgamberi alayhis salam. Do të thonë Muhamedi alayhis salam kur i ka dik Ibrahimi, djali i tij ka thënë,
Ky çfarë thënie që e trondit zemrën. Thot syri lëton, thot zemra piklohet për vdekjen tonë do Ibrahim. Ama ne kur gjo nuk thojna, jashtë asaj që është Zoti i kënaqsh, edhe çka thojna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Do thonë ne nga të Allahit, kjo boca e jonja. Do thonë ne nga të Allahit edhe me çket qëllim e ki shembull Ibrahimin alayhis salam. Mase pikë tjetër. E marrim historinë e Jusufit alayhis salam. Për shembull kina 3, me nam nga mashallah 3 sa dush, edhe standard i ri është i ekspozum para imoralitetit, para zinajës. Edhe kur e ki ti, kur i e para zinajës, kush shkon ment, kush ka bo sabër mas mirë ti ka shi zinajës? Ka bo Jusufi a.s. Ne kina Jusufin a.s. si shembull që shme po durim karshi moralitetit. Edhe kjo është pikë shumë e rëndësishme me kuptu. Pse? Se kështu me që ka thonë gruja e Azizit, gruja e mbretit që ka thonë Jusufin a.s. Këtyre e ka përshkujt Allah azza wa jall në Kur'an, thot, unë e josha atë, do thonë unë e thira atë shumë, e thira hajde të unë, nuk erdh, pa i shka boni unë mbrojt. Shka tha Ibrahimi a.s. Kështu çfarë duaje? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yadununi. O Allah burgi, ama burgi është shumë më i dashur për mua, e pranoj burg me hi, ama nuk shkoj çati ku janë të më thirr. Para më çfarë sabri ka bu. Do nuk e ka thirr diçka me shku me vra. Nuk e ka thirr me shku me vra dhe me mbyt veten e vet. Po shka e ka thirr me shku me bo fahish me bo zina, ai është mbrojt duke kërkuar mbrojtje prej Allahut azza wa jall. Do thonë shembull ne për bazë me pa shpesh herë kanë Jusufin a.s. kur të kemi probleme, sigur çështja e zinas. Qëllimi i dytë, pse i mësojmë, domethënë historinë e pejgamberit, është që të nxjerrim mësim prej tyre. Domethënë këto situata që i tregova deri tash janë një mësim për jetën tonë që neve mundet me shënashëby në jetën tonë. E për shembull, kur e marrim një pyetje, me vetë çdo njëri pitrive kanë një shembull një, për shembull kanë një shembull një ti si insan, si njeri që ekziston, që ki emër, që ki mbiemër, që ki familje, kanë një shembull jetën tonë. Për shembull, a ki shembull dikon që ekziston, është gjallë, apo i kina shembull të cilët kanë dek, edhe historia e vetë është historia më e ndritshme. Domethënë, nëse e ki shembull pejgamberin e Allahut alayhis salatu wasalam, Muhammed Mustafa alayhis salatu wasalam, ose pejgamber para atyve, dije shumë mirë se jeta jote do të shkojë në disa shina që trenin ka me shkuar në destinacionin e dur. Domethënë, treni jot ka me shkuar në xhennet. A nëse e ki shembull tjerë që nuk janë dëshmu, edhe janë supozuar dhe prosupozuar me shku rrugës xhenemit, atëherë nuk është destinacioni jot, destinacioni i duhur. E unë pi fillim, du me fillu, para se me fillu me historinë e Ademit alayhis salatu wasalam, kisha dash me fillu me fillimin e krijimit. E Allah e razi. Për shembull, Ademi alayhis salatu wasalam është njëri i parë. Banja një vetës një pyetje, edhe vetë në vetën thuj, çysh është më kanë i pari këtë botë, ama kërkuj s'është botë. Do ti të ka kriju Zoti i pari, këtë toka e jotja. Edhe nalësh mendosh, më thonë është diçka absurde apo. Para mendone, njerëzit kur thonë unë jam i pari kësa ideje, unë jam i pari që e kam themelu internetin, ose unë jam i pari që e kam zbulu një zbulim shkencor. Krenari e madhe, apo? E çfarë krenari është më konë ti fillimi i parë, gjeneza e parë e njerëzimit? Krenari e madhe, apo? Piti në kushena në ina bita Ademit. Ademi i pari në keqa kënare dhina pilozës Ademit a.s. Në krenari e madhe që Zoti i adha Ademit a.s. E unë po du me të regu një hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam ku e transmeton Abdullah ibn Omeri se krenarin ta jep veç Allah. Krenarin kërkun smulesh me gjet jashtë atë Allah azza wa jall. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu transmeton se e ka pa pejgamberin alayhis salatu wasalam një ditë mbi minber, edhe ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam tu vërtit shumë, edhe ka lexuar ajetin Kur'anor ku ka thënë Allah azza wa jall wa ma qadarullaha haqq qadri. Ata nuk i bën vlerësim drejt Allahut azza wa jall, edhe pse ati i takon ky vlerësim i drejtë. Dhe ditën e kiametit gjithë toka, ama këtë toka ka më kone në pështell në dorën e djathtë Allahut, do thonë i lartë mëdhruar është Allahu, dhe ajo është lartë për asaj që janë veshin Allahut azza wa jall, edhe vazhdon pejgamberi alayhis salatu wasalam duke bërtit, duke thënë se Allah azza wa jall ka thënë për veten e vet duke lavdëruar, ka thënë unë jam poseduesi, unë jam i plot fuqishmi, unë jam regulatori, unë jam i pari, unë jam i fundit. Allah është krenaria e këtë umetit. Do të thonë, kur e shoh na nëse Allah është regulatori, është i pari, është i fundit, është i plot fuqishmi, është më i mëshirshëm, ne ku e lip na krenari, atë njerëzat e Allahit. Do të thonë, ne lip me lip te njerëzit që Allah i ka dërguar.
Ne e lipma nëpërmjet njerëzve, se ne s'mujna pot kontakt me Allahin azza wa jall drejt për drejt, illa që kanë pot pejgambert Allahit. Ne kena namaz kontakt, ama s'kena namaz me bisedu që ka bisedu Musa alayhis salam, që shajti kuranor, wa kallama Allahu Musa taklima. Do të thoni ka fol Musa alayhis salatu wasalam Allahit drejt për drejt. Nëse kena atë moment, ama shka ne lip tu I besu pejgambert Allahit. Nëpërmjet pejgamberëve të Allahit e dim çka ka fol Allahi me ato, edhe ne besojmë edhe ne fitojmë krenari. Veç që këtë forë fitohet krenaria. Do të thonë ne lip me kuptu shumë mirë se me pejgambert të Allahit është krenaria që mujmë arrit deri te Allahi azza wa jall. E gjëja e parë që është kriju, edhe këtu ka shumë polemika mes dietarëve, po gjëja e parë që e ka kriju Allahi azza wa jall është arshi vet. Do të thonë arshin Allahi azza wa jall e ka kriju si krijesë të parë, do të thonë para se me kriju gjithçka tjetër. E disa dietarë komentojnë thonë që njerë ka qenë uji e pastaj arshi, po mendimi më I saktë është që e ka kriju njerë Allahi arshin pastaj ujin. E pas arshit dhe ujit, edhe një kush vjen. Që kjo vjen. Allah e ka kriju pendën, edhe I ka thonë pendës, shkruj gjithçka. Ama, di çka ka shkruj gjithçka? Për jetën tane, jetën tane, jetën tane, jetën tane, jetën teme, jetën e gjithë secilit prej neve, çaj laps, vetë e ka shkrujt. Domthonë e ka shkruajt çdo detaj. Edhe pas kësaj çka ka kriju Allah azza wa jall, e ka kriju Lauhil Mahfudhin. E ka kriju atë regjistrin e madh që çajo penda ku I ka regjistru këtë. E çati kur gjos ndryshon. Çati është gjithçka që ka me ndodh, gjithçka që ka ndodh, edhe gjithçka që ndodh aktualisht. Do të thonë Allah azza wa jall ka dituri për gjithçka. Nëse mendon që të bësh diçka që se di Allahi, atëherë veç veten e ke rrejt. Allahi gjithçka di. E tash vjen etapa që Allah azza wa jall e ka kriju qiellin edhe tokën. Para mendo të parën e ka kriju Allah azza wa jall arshin, e ka kriju ujin, pastaj e ka kriju pendën, e ka do të thonë kriju Lauhul Mahfudhin, e pastaj vjen krijimi I tokës edhe I qiellit. Kush e di veç toka për sa ditë është kriju? Veç toka. Veç toka është kriju për 2 ditë. Gjithçka që ka brenda tokës është kriju edhe për 2 ditë. E këto bëjmë 4. E tash edhe sa ditë I kanë me qiellit mu kriju? Edhe 2 ditë. Do të thonë komplet Allah azza wa jall, qiellin, gjithçka që ka në qiell, 7 ka qej, tokën, gjithçka që ka mbredi tokës, gjithçka që ka me ndodh tokë, e ka kriju për 6 ditë. E tash çdo njani e bën një pyetje. As ka mujt Allah azza wa jall? A nuk e ka pat mundsinë Allah azza wa jall mi thon tokës, qiellit, arshit, ujit, pendës, Lauhil Mahfudhit, kun feyekun. Bëhu edhe bot. A ka mujt Allah? E pse Allah azza wa jall e ka bëu që mu bëu brenda 6 ditë krijimi? Bravo. Do të thonë Allah azza wa jall ka dashur me ta dhënë një shkollë, edhe me të thonë se çdo sen e ka kohën e vet. Hajde, tash është natë. A ka dikush pushtet që natën për 1 minutë më bë ditë, çështu? A ka dikush mundësi që veten e vet me ndryshu edhe me bëhe me një moment, tak, ndryshova. A mund është smundjen që e ki në trup për një moment me ndryshu? S'munësh. Allah të ka dhënë ligjë, se ka thonë unë e kam kriju tokën me rregulla, e kam kriju tokën me ligje, edhe unë funksionoj sipas ligjeve. Zoti s'del sipas ligjeve të universit që I ka përcaktuar. Edhe Zoti për gjithë secili ka kriju ligje të veçanta, norma të veçanta që lipni ju në shtru që aty e norma që ka thënë Allah, që ti me fitu xhennetin e Allahit azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar. Qëre, basi që e ka kriju Allah tokën edhe qiellin, para më do, njëri ala larg është. Do të thonë, larg njëri, Allah njëri ka bëu shumë krijime të mëdha, që mastej më ardhën kriju mua e ty. Do të thonë, para më do, sa krijime ka bëu para neve. E ka kriju një herë, I ka kriju me laçet, edhe I ka kriju xhint. Me laçet e dini që janë kriju pi dritës, ama xhint pi shka I janë kriju? Gabi. Qashtë. Do të thonë, Allah e ka kriju me laçet pi asaj flakës, do të thonë pi flakës zjarri. Do ja kriju pi zjarri në esencë. E tash Allah azza wa jall I ka kriju me laçet. Unë du mi përmend 2 hadithe për madhështinë e me laçe. Këshire njeri, sa është njeri I fuqishëm, I pushtetshëm. Para me dorë një me laçe, që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam për Gjibrail Eminin alayhis salatu wasalam. E kam pa Gjibrail Eminin në formën origjinale, çashtu që ka kriju Allahi, I kishte 600 flatra. Një flatër e Gjibrail Eminit e mbuloi këtë horizontin. Para me dorë. Veç një me laçe Allahit. E hadithi tjetër është, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Thot, më është lejuar të flas për një me laçe, që prej bulës veshit, deri te ç'kjo supja, këshire, zënjoni prej neve e ka që këtë pjesën e veshit, deri te supja e vetë, para më do ç'kjo distancë, a dini sa është? 700 kilometre. Sa 700 vjet me jetu, do të thonë,
prej qesaj bulës veshit, deri te supi jot, 700 vjet me marr ti udhtim edhe me udhtu, s'mundesh me kapërci. Pra për krimit madh ka vallaj. Do të thonë, kur s'mundesh me numru ti fuqinë me laçave dhe madhsinë me laçave dhe numrit madh që ka. Do të thonë, Allah ka kriju çat shumë sa. Mjanis që ka thonë një dietar, ka thonë këtë drujt mi boj lapsa. Edhe këtë detin me bon gjyrë, me marë, me shkrujt, s'mujna me shkrujt një, edhe 0 për mas, sa ka kriju Allah veç prej me lacheve. Po ku janë gjint? Po ku janë krijesat e tjera që i ka Allah e Zogjel që nuk i shojnë? Po ku janë njerëzimi? Po ku janë kafsh? Po ku janë bim? Veç Allah i mundet me kriju qështu. Njeri mundet me kriju që një shishe uj, mundet me kriju një fabrik, mundet me kriju një kerë. Po hajde ta krijoj një qiell që mahet pas tuba. Po hajde ta krijoj një tokë që është pjellore. Po hajde ta krijoj 7 kat qiej. Po hajde ta krijoj një tokë që shka kriju Zoti sikur kjo tokë. Do hajde krijo, a mundesh me kriju? S'mundesh me kriju, se veç krijuesi, do të thonë, krijuesi vetëm që mundet me kriju diçka që s'mundet me ja kopju dikush është Allah Azza wa Jall. Do të thonë, krijuesi Allah Azza wa Jall prodhon diçka. Hajde dikush të zbuloje një lang tjetër sikur ujë që pije që ka shumë. Hajde dikush të zbuloje sikur ajri që e thithim në çdo ditë. Që është e pamundshme, do të thonë, me jetu për njerëzimin. Pa telefon mundesh me jetu. Pa shtëpi, ndoshta mundesh me jetu rrugëve. Pa kerë mundesh me ecën kam, ama s'mundesh me jetu pa ajër, pa ujë, pa tokë ku e kiti. Kto i ka kriju veç Allah Azza wa Jall. E është një hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam, ku thot Resulullah alayhis salatu wasalam, është rëndu toka, edhe është rëndu qielli prej melaçeve, para më do, është rëndu qielli komplet prej melaçeve, që qëndrojnë disa prej melaçeve në qiyam, disa në ruku e disa në sejdë, qëndrojnë pi ditës që i ka kriju Allahi deri ditën që bëhet kiameti, edhe kur bëhet kiameti çohen, edhe e thoi një fjali, para më çfarë fjali thoi. I patmeta i jo Allah, sa pak të kemi adhuru ti, s'kina adhuru mjaftushëm. E unë e ti menojna se me namazin toni kina dole hakush Allahita. Unë e ti menojna që me do punë të hajri që e bojna me një ligjerat, mujna me dole hakush Allahit për gjithë toni metër që ne i ka dhona. Para më do me qëndru ti pi ditës që ka kriju Allahit, dhe ditën që deshti sunit e Allahit hakush. Vetëm për synin që ta ka dhona. Vetëm për gojën që ta ka dhona. Vetëm për shpirtin që ta ka dhona. Allah i ka kriju shumë, ama shumë ka kriju. E përsa libri me thënë Allah i gjdo moment, lekel hamd ja Rab, o Allah falemderimi ti takon ty pa fund. E ta shfillojmë te krijimi i Ademit alayhis salatu wassalam, që janë disa etapa të cilat do t'i kallëzojmë shkurtimisht. Etapa e parë është, prej etapave që është kriju Ademi alayhis salatu wassalam, Allah Azza wa Jall e ka dërguar Xhibrail Eminin alayhis salatu wassalam, me shku me mbledh me dorën e tij Xhibrail Emini një grusht dhej, ama një grusht dhej pi kejt tokës. Edhe këshirme, është një hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam që e saktëson këtë Albanin. Tregon thotë, Allah Azza wa Jall e ka dërguar Xhibrail Eminin me shku pi çdo pjesës tokës me mbledh dhej. Kush e di pse? Pi çdo pjesës tokës, as ka vujt me marr me një tokë, një grusht dhej dhe me shku me bu. Pse e ka çu pi kejt, ama pi kejt tokës me mbledh një grusht dhej? Se pi që tu dalin gjyrat e njerëzve. Qysh kanë gjyra toka? T'bardh, t'zez, t'kaft, të kuqe, Allah Azza wa Jall i ka kriju gjyrat e njerëzve. Pi tokës që e kanë mbledh, pi tokës që e kanë mbledh Xhibrail Emini, pi këtu kanë dalë gjyrat e njerëzve. Etapa e dytë është mbledhja e dhejut edhe lagja me ujë. Për shembull, e merr ujin Xhibrail Emini, edhe merr dhejin edhe e lag. Pse e lag? E ban balt apo lloç e ban. E ban balt, pse se baltën e merr në lloç, edhe ku dush na i bjer mundesh me mush, edhe balta merr formë shumë lehtë. Dhejvi s'mund të marr formë. Dhevi si dhe s'munët. Pa Allah e ka lagë me ujë edhe e ka bo balë që me marë formë. Kjo është poenta pse Allah Azza wa Jall e ka bo e balë. Allah i thonë në Kur'an, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min at-tin. Tin nuk është turab, nuk është tokë. Është e lakt dhe edhe ujë. Edhe Allah e ka bo automatikisht balë për me mujt, për me bohe formën e njeriu. Edhe është një pyetje në këtë rast, pse Allah Azza wa Jall e zgjidhi ujin edhe e zgjidhi tokën. Po për shembull nuk e zgjidhi hekrin, hekri jam mas stabil. Pse nuk e zgjidhi? Se uji edhe toka kanë elemente të pastërtisë. Për shembull me ujë dhe lana pa pastërti. Ama toka pse është e pastër? Kur s'mujna me marr abdes, çka marrna ne? E po nëse abdesi është pastërti, pse marrna tejmumi? Për u pastruar. Po do të thonë, edhe toka ka elemente të pastërtisë. Zoti i gjeti dy komponente, tokën edhe ujin për me të kriju ty. Edhe ty të ka kriju, po do me të thonë Allah, ama po do me të thonë shumë mirë se ti je i pastër në esencë. Ty të kam kriju pi pastërtisë, pse e një lozë vetëm tani me gjunaje. Do thonë Allah ty në esencë ka kriju të pastër.
Pse për livet në tane, nefsin tanë të bo gjunaje? Ne dina se gjunaje është, i pis. E ti në moment kur bën gjuna, ti automatikisht e bën edhe vetën pis. Për këtë arsye, mundohet ta rush esencën tane pse të ka kriju Allahu Azza wa Jall. Etapa e tretë është kur fillon balta të ngjizet edhe të trashet dhe kështu merr formë. Këshira Allahu Azza wa Jall ka thonë: "Inna khalaqnahum min tinin lazim." Ne krijuam njeriu prej baltës ngjitëse. Do thonë, ja ka nis balta mund ngjit. Do thonë kjo është etapa e tretë. Etapa e katërt është kur Zoti i dha formë, para mendo, Allahu Azza wa Jall me duart e tij fisnike i ka dhënë formë fytyrës teme, fytyrës tone, fytyrës Ademit alayhis salam, trupit ton. E kush është njeri, mi ja kesh dikujt tjetër fytyrën, pse ka kriju Allahu Azza wa Jall kështu. Do të thonë, kush e kesh dëni njeri, bane mend ke. Kush e kesh edhe për kesh dikan, për ka forma fizike. Edhe sidomos për ka fytyra, e ka përqesh Allahin Azza wa Jall se Allah e ka krijuar njeriu me duart e veta. E kuptoni? Do të thonë është rrezik i madh me përqesh dikan, ha çe pas e fytyrën ti. Ose Allah çka pas ka kriju ti kryer. Çish ka kriju ti je më i bukur i formën tane prej Allahit Azza wa Jall. Do të thonë kur Allahu Azza wa Jall nuk ban dasi se dikush është këtu, dikush është këtu. Ai e di më së miri pse mua ma ka dhënë fytyrën kështu, e pse ty ta ka dhënë fytyrën kështu. Do të thonë kjo është një pikë që gjithë secili prej neve lip me pa, edhe dëshmi për këtë është ajeti Allahut Azza wa Jall, ku thonë qale ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtahu bi yadayya. O iblis, çka të çoj ty mos miro sejdë, atij i cili e krijova për durrëve të mia. E tre gjana Allah i ka kriju prej durrëve të veta. Të parën e kallxum, Ademin alayhis salam, apo. E dyta cila është? Kush? Idrisi. Jo. E dyta është, do të thonë xheneti Adem, edhe e treta është fletat që ia dha Musa alayhis salam. Veç këto të trija Allah Azza wa Jall i ka kriju me durrët e veta. Do të thonë, e para Ademi alayhis salam, e dyta është xheneti Adem, edhe e treta janë fletat që ia dha Musa alayhis salam. Edhe ne e dina, çdo sen që punohet me dorë, për punohet me dorë është më e shtrenjtë apo. Do të thonë çdo sen që dikush thotë, "A kjo është artizanat, zanat, cilin e kam punuar me durrët e mia." Do të thonë, edhe paguhet shtrenjtë, edhe Allah i ka dashur me thonë, "O njeri, ti je i shtrenjtë për mua." Do të thonë, "O njeri, unë ti të kam kriju me durrët e mia." Etapa e pestë është kur Ademi alayhis salam mori formë edhe çndroi për t'u thënë. Etapa e pestë është kur Ademi alayhis salam mori formë edhe çndroi për t'u thënë. Allah Azza wa Jall e krijoi Ademin alayhis salam si formë njerit, edhe e la mu tha. E la mu tha disa transmetues thonë që e kalon mu tha Ademin alayhis salam 40 ditë, edhe kur e kalon brenda çetive 40 ditëve, Allah Azza wa Jall ja kalon, do të thonë pjesën e stomakit, ja kalon shprast Ademit alayhis salam. Edhe shejtani ju ka sill për 40 ditë ju ka sillën, a ja kanë halon pa e mallku Allah, ju ka sill 40 ditë Ademit rreth e përçar. A di pse u ka sill? Ta këshira Ademin kanë ka pik dot. Edhe e ka pa se Ademi alayhis salam pi brendësisë vet, do të thonë hala Allah pa ja kriju, do të thonë edhe tashnë që i kena barkat, ne kena diçtojna, e kanë barkën shprasë, s'ka më humbuka apo. Do të thonë Allah i ta kalon këtë pjesën më shprasë se pjesën e xhoksit. Për shembull, pjesën e xhoksit janë mushkëni, është zemra, do të thonë janë brinçe i kena, e kalon më të mbushta. Pjesën e barkit Allah Azza wa Jall e kalon më shprasë. Për këtë mund të fol ato që janë mjekësi. Po si shembull për me dhon për me kuptuar më qartazi, pse Allah Azza wa Jall ja kalon pjesën më shprasë Ademit alayhis salam bark që me bë më të papërbalë. E këto do të thonë sunë ndal vetëm para disa problemeve. E kur mbasi e krijoi Ademin alayhis salam, do të thonë Allahu Azza wa Jall, shejtani ja gjeti pikën e dot se njeriu është i papërmbajtur, sunë mba vetëm karshi joshjeve të shejtanit, karshi joshjeve të haramave. Do të thonë edhe shejtani ti ditë për ditë mundohet me ta gjeti pikën e dot edhe mendon kështu. Vetën e veten e juve apet i përsëriti këtë pyetje që mi dhon vetes në shkollë. A ja u di shejtani juve pikat e dopta? Do të thonë kur ta dini pikë dot që ti e bën një haram shumë lehtë, ditë ta gjejmë pikën e dot, ama sa herë çati më shon shejtani. Sa herë i pasionum me këshyr haram, sa herë si të vetëmuon shejtani ka në që me këshyr haram. Do të thonë, ti di shejtani pikat e dopta, pak me pot hapësirë ti me vjerë, diku ti ki me vjerë, se ta di se i e lakmitar. Do të thonë, shejtani ti gjen ti pikat e dopta edhe mundohet me të sulmu sa herë çato pika. Për sa rrujuni duke i mbajt lidhet e juve me Allahin Azza wa Jall kundrejt shejtanit mallkum. Etapa e 7 është etapa dhënia e shpirtit apo e kthejmë jeton. Tamam, etapa e 6. Etapa e 6 është kur Ademi alayhis salam ju kriju goja, ju kriju fytyra, edhe ju kriju organet e trupit, edhe etapa e 7 është kur ju dha shpirti Ademit alayhis salam. E kush e di prej juve, prej ka Allahi Azza wa Jall i ka dhënë shpirtin Ademit alayhis salam. Prej ka i ka hin shpirti Ademit alayhis salam. Prej ka cila pjesë e trupit, a e dini? Prej krije.
edhe në momentin kur Allah Azza wa Jall ja shti shpirtin Ademit alayhis salam pin krye, te shtit Ibrahim alayhis salam, Ademi alayhis salam, do të thonë momentin kur, paramendoni, sa interesant. Momenti kur i hin shpirti Ademit alayhis salam te shtit Ademi alayhis salam, edhe melaçet i thonë, thuaj elhamdulillah. Edhe Ademi alayhis salam thotë elhamdulillah, Allah ja thën, rahim ya rabbuk. Të kam shiru Zoti jot. Do të thonë fjala e parë që ne kanë dëgjuar Ademi alayhis salam, cila është? Mshira. Do të thonë mshira prej Zotit, cila është fjala e parë? Mshira, po është fjala edhe elhamdulillah. Do të thonë falënderimi takon Allahut, po si esencë është që fjalën e parë ka ni Ademi alayhis salam në jetën e vet, e ka ni mshirën e Allahit Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar, Allah Azza wa Jall çdo sen e ka krijuar pini seni. Për shembull me laç që ka krijuar pi dritës, do të thonë gjindi ka krijuar prej flakës, veç Ademin alayhis salam e ka krijuar në etapa e para, e dyta e ka krijuar prej shpirtit, që ti automatikisht e ki bazën lart prej Zotit, edhe e treta e ka krijuar pi trupit. Do të thonë me më tepër komponente e ka krijuar Ademin alayhis salam. E përshkrimi i Ademit alayhis salam, do të thonë përshkrimi që është në disa hadithe të pejgamberit alayhis salam, përshkrimi është që Ademi alayhis salam ishte i gjatë 60 dhira. Dhira i bie para krah, disa e komentojnë, do të thonë diku gjysmë metre, disa e komentojnë pak më shkurt, disa e komentojnë pak më lart. Potencialisht i bie që Ademi alayhis salam është ka një gatë një ndërtesë 6-7 katëshe. Do të thonë tash është ka njëri i parë 6-7 katë, apo 6-7 katë e ka krijuar Allahu, për zona 30 metra, 35 metra. E ka krijuar Ademi alayhis salam. Pse Allah Azza wa Jall e ka krijuar njërin e parë të gatë, edhe masanena ka ardhur të shkurtu njëri. Pse ka ardhur? Via lineare kështu. Do të thonë ka nis gatë dhe shkurt edhe ka stabilizuar Zoti me ummetin e Muhamedit alayhis salam. Kjo është interesant. E gjeta një përshkrim thotë nga mëshira e Zotit që sa më shumë shtore dija dhe zhvillimi, krijesat vinë zvogëlim. Allah çaq më shumë sa e shton dijen edhe zhvillimin, çaq më shumë zvogëlohet, do të thonë njeri. A di ç'është një shembull tjetër? Sa më shumë ki dituri për dinjën e Allahut, çaq më shumë ti je, do të thonë në kontakt me haramat. A e kuptoni? Do të thonë sa më i mëshëm bëhesh ti me dinjën e Allahut, çaq më pak ki kontakt me haramat. Edhe kjo është një shembull tjetër. Do të thonë sa më tepër është zhvillu dia, ka ecë përpara dunjaja, çaq më shpejt janë shkurtuar njerëzit. Para mendoni me mendu me pasën çdo njeri prej neve 35 metra. Sa zullumi ne kishim bën tokë. Para mendon sa shkurt jena, edhe gjatë zullume bojna. Po e pasën nga 35 metra. A është e mira e kësajna që Allah Azza wa Jall a pet neve kamenari kthin xhennet në formën cilën ka qenë Ademi alayhis salam. Do thonë gjatësinë e Ademit alayhis salam edhe në moshën e Isaut alayhis salam, që është mosha 33-34 vjeçare. E dashur vëllezër besimtar. Është kontakti i parë Ademit alayhis salam tregon që është paqja. E tash Ademi alayhis salam në Kur'an. Do thonë hafizat e dinë që Ademin alayhis salam Allah Azza wa Jall e ka përmend 25 herë në Kur'an. Mendone ta përshkruani ju një situatë. E përshkruan një autor një situatë dhe e shkruan një tekst shumë të mirë. Mi thonë që ati autorit me shkruaj çat tekstin me do fjalë tjera, më të njëjtin kuptim me do fjalë të reja me shkruaj 2 herë sa është ra? Shumë ra. Për shembull me ta kallëzoj çka ders, edhe një herë me fjalë tjera është shumë ra valla. A para mendoni Allah Azza wa Jall 25 herë e ka përshkruaj historinë e Ademit alayhis salam me fjalë tjera. Do të thonë këtë esenca e njëjtë, ama 25 herë ka ndryshuar. Do të thonë çështu ka kallëzuar pak më ndryshe, këtë kuptimi i njëjtë. Pse veç Allah Azza wa Jall e di kuptimin e kësaj. Do të thonë Allah i mundet 25 herë ta kallëzojë një histori dhe ti kurrë do të zanë. E kuptoni? Sa herë folën e për pejgamberin alayhis salam, ose për pejgamber me çindra, me mia herë dhe kurrë sa do të zanë. Me të fol për një komponent dunjos, një 10 herë të ej, ndalë se nuk i bëu do zanë. Ama standard për Allahin kur folën edhe për pejgamberin e Allahut kur nuk bëu do zanë. Allah Azza wa Jall ka thënë në një ajet kuranor, thotë: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Unë kam e bënë një kamp në top, ju kallzoj me laçeve. E çto është një pyetje interesante, a pat nevojë Allah Azza wa Jall më ju kallzoj me laçeve, më ju thonë: "Oj me laçet e mia që ju kam kriju unë juve, jam të bënë një kamp në top." Do të thonë Allah ja ka dashur më marr me ndimpi me laçeve. Ose a ka dashur më vetë me laçet? A ka dashur më marr izën? Jo, Allah s'ka dashur Allah. Edhe çka dashur më kallzoj me laçe me këtë. Ka dosh me kallëzu oj me laçe, pitash kur ta krijoj çket njëri, ju keni detyra të reja. Se dikush ka me shku me marr, me shënush ka bar rrobe, dikush ka me shku me marr shpirtin, dikush ka me rujt pi fatkeqësile, dikush ka e bë obligime të tjera ka njerëzve, dikush ka e marr salatin e pejgamberit alayhis salam, unë them Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, pasha madhrin Allah, çeket moment ni me laçe, e merr çket fjalë, ja çon pejgamberit alayhis salam. Do të thonë
keni detyra. Pitash Allah Azza wa Jall ju tha me laçe, pitash ju kam shty juve, mi bëu disa detyra. E pse Ademi alayhis salam u ka kriju në xhennet? E pse, që kjo pseja është seni më interesant. Se kur thu pse Allah Azza wa Jall e ka kriju Ademin alayhis salam në xhennet, e pse sa ka kriju në tokë, është një përgjigje që çdo njëri prej juve e di, veç pak me lodh krye. A dini pse? Allah Azza wa Jall e ka kriju Ademin alayhis salam në xhennet, se i ka thonë, o Adem, që tu ki mu kam për herë, jo në tokë. Vetë pas kriju në tokë, përfundon toka. Ama në xhennet kam kriju edhe këtë xhennet keni me i. Që ati kur s'ka thonë. E kuptoni? Do të thonë madhështia e madhe pse Allah Azza wa Jall Ademin alayhis salam e krijoi në xhennet, dashni mi thonë, o Adem, unë ty të krijova në xhennet. O Adem, unë ty të plash në xhennet. O Adem, po të tregoj se ti pi xhenetit ki me zbrit se Allah e ka ditë që ka me gabu Ademi alayhis salam. Ki me zbrit pi xhenetit, ama ti apet origjinën ki me po në xhennet. Apet ki mu kthi në xhennet. E interesant është Allah Azza wa Jall masi e ka ditë që për shembull Ademi alayhis salam ka gabu. Pse për shembull Allah nuk e boni? Pse nuk e boni Allah Azza wa Jall që drejt me zbrit Ademin tokë, mos me nejt Ademi alayhis salam në xhennet, ose mos me gabu, mos me saju këtë gabimin atë pemën që e ka hangë Ademi alayhis salam, nëpërmjet Havës, grus të Ademit alayhis salam. Për shembull, pse sajoj Allah gjithë këtë situatë? Do të thonë, pse ndrejt që Allah gjithë këtë situatë që me hangë Ademi edhe me zbrit tokë? Pse ndrejt që e dini? E ndrejt që për një arsye, që mi tregue, për shembull, Zoti deshi të tregojë në formë praktike Ademit alayhis salam se si ka me jo shejtani. Do të thonë, me pas kriju tokë ai s'e di çka mu jo shpi shejtanit. Po në xhenet i ka thënë që çtu të mashtron shejtani, edhe çtu ti li pu pendu. Allah pi fillimi tregoi, ama pi fillimi tregoi se ti çtu li me bot. Do të thonë, automatikisht ti me ditë se shejtani ka me të josh non stop, edhe ti kur bish ngracën e shejtanit ti li pu pendu. E pema që ju ndalu Ademit alayhis salam, çdo njëri prej neve e ka çat pemë ditë për ditë para vetes. Nuk ka molla, ja. Është droga. Është tregtia me drogë. Është harami, është alkoholi, janë veprat e këqija. Çajo pemë që u ndalu Ademit alayhis salam, Allah ja boni ndalume. E për neve çajo pemë është mos e ban, mos e shit, mos e ha, mos e rrej, mos u ban pis, ndalu pi punëve të këqija. Dini Allah non stop thirr paçe, morën me. Dini Allah këtë esencën e ka paçe. Do të thonë para mendo, të ndal pi alkooli, pse? Se me pi alkool, me dal me vozit udhës, bosh dras, edhe automatikisht ban ndeshje. Me pi drogën, shka e bani shkatron veten. Me bozinon, shka e humb ndjesinë e moralit, e shkatron veten tonë. Këtë haramo që ti ka ndalu Allah Azza wa Jall, ka dosh me të kallëzu se, o i biri Ademit, o Adem, o ju gjithë cilët jeni pasardhës të Ademit alayhis salam, gabima e bo këtë punë se ty të banda. Unë e po truj pi damit tanë. E për shembull, nëse thojna ne dam na ban çikjo. Ajo shka na ban hajr cëllash namazi. Për shembull namazi shka na ban hajr? Jasha që të ban hajr që të lidhti me Allahin, e lexova një punim shkencor, ishte thojke çat shumë ki dobi trupin tan. Para mendone, thojke veç kur shkosh në ruku, në momentin që e ban çket, do të thonë atë rukujën formën e rukujës, thojke disa ligamente që janë brenda shpinës, edhe do të thonë boshi kurizor kur kthehet, çat shumë i ndihmon trupit në funksionalitet. Qatë shumë i ndihmon, sa që kërkush nuk mundet me ndihmu ma shumë se rukuja. Allah i ta halon edhe formë shëndetësore namazin. Në më thonë, nëse formë edhe ka dobija shpirtërore dhe ka dobija jetësore, çështja e namazit ban ty shumë hajër. E përsa haramat Allah i të kalon mu largu, e pi halallëve sa më shumë mu afru. Shumë pika më ju kallëzu. Allah Azza wa Jall në një ajet kuranor thot, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ademu, mida të ta përmenim. Allah Azza wa Jall i ka thënë Ademit alayhis salam, do të thonë ka tregu për Ademin alayhis salam se ja ka mësuar këtë emrat. Për shembull, a mundi me vetë që a ka ditë Ademi alayhis salam emrin iPhone. Allah i po thotë këtë emrat e ka mësuar. A le të thotë janë këtë emrat këtë rast. Për shembull, ja ka mësuar detin, ja ka mësuar ujin, ja ka mësuar bimët, ja ka mësuar kafshët, ja ka mësuar konopin, ja ka mësuar ata çështjet ata që mbledhën peshkin. Do të thonë ja ka mësuar me zon peshki, ja ka mësuar çish shkallët me dy gurë siç bëhet gaca, për me bëu zart, për me pik. Allah çdo ja ka mësuar Ademit alayhis salam, pse? Për me mujt me dal. Krahas mësimeve islame, ja ka mësuar Ademit alayhis salam edhe mësimet jetësore që automatikisht bashkërisht Ademi alayhis salam me mujt me rrugtu sa më lehtë në botën që vetë se ka ardhur mo i vetëm derisa ka kriju Havën radiallahu anhu. E ne, do të thonë krahasim interesant është për shembull, deri tash folëm për krijimin e Ademit alayhis salam, po çka ka kriju. Para mendone sa bukur Allah e ka kriju njerin. E marrë nga teorinë e Darwinit. Darwini kështu ka thotë. Thotë jeta ka filluar rastësisht pi një qelizës të vetme. Thotë masane a kriju një gjallëse e vogël. Prej çaj gjallësës vogël është krijuar thotë një kësi bretkos.
Thot pi bretkosës, etapa, është shkruar majmuni. Pra mendoni, etapa është shkruar majmuni, thot edhe një periudhë gjatë prej majmunit është krijuar njeri. E unë po ja u baj një pyetje. A kishi pa qef, ma shumë me pat bab Ademin a.s. a me pat naj gorilla shimpanzën? Me thonë, kanë keni qef? E kuptoni? A shqipti çfarë poshtërsie të ban Darwini veç me fol, me thonë çon me kish. Çon me kish se ai po tregon ti kot, me thonë, hajde merre shketujnë dhe shtin ma dikun edhe të ndalin mu shtun janë $100,000, dalin. Kur s'dalin? Allah po ta ka dhënë ti formën më të saktë që kam kriju, edhe ti duket ti, Allah ç'i ka marrë lloç, ç'i ka bokit. Po hajde besova ti mund të ç'sh bopi bretkotës majmun, hajde. E ki të shkryp me këtë, e ki bindje e kanë ato këtë se pi bretkotës s'bo majmun, edhe me kalimin e kohës, do thonë gorilla, po çetin ato shimpanza, majmuni është bo kështu. Po pse çaj këto majmuna tjerë pse s'bon njerëzi? Do thonë pse këto nuk vjen evolimi, do thonë kjo çështje e tjetërsimit, pin majmun u bo njerëz, pse s'bon këto shkën në kopshin zoologik këto majmuna, pse s'bon njerëz? Do thonë kjo është poshtërsi. E për shkak krenari është, me thonë jam i biri i Ademit, pasardhës së Ademit alayhis salam. Sa me thonë jam pasardhës i dëni gorillës. E urdhri, për shembull, urdhri për sejdë dhe refuzimi i shejtanit, duhet kanë zgjatur të pak, më vani Allah, shkaku që kjo është hyrja si ligjëratë, pastaj henes kena me arrit ligjëratës. Jo, është interesant se kjo tema është pak më e gjatë, pastaj bëjmë më shkurtimisht. Shkaku që ka shumë material për Ademin alayhis salam, mundohemi në pika të shkurta mos ta harrojmë asnjë në pikë. Urdhri për sejdë për Ademin alayhis salam për me laçet, është, do të thonë derimi, ka krijesë që ka krijuar Allahu. E tash shejtani refuzoi. Po pse ka refuzuar shejtani? Me një ajet kuranor Allah azza wa jall thot. Ai tha shejtani, jo drejtoi tha Allah azza wa jall, mund ky krijuar pi flakës, do thonë pi zjarrit, e atë krijuar tokës, ai mundu me bë krahasim. Çele, veç në moment kur thu, un jam më i mirë se ti, kjo është krahasim apo? Automatikisht i bën gjuna. Pse do thonë këtë njerëz janë barabart para Allahut. Dikush më i mirë, veç ai që ka punë më shumë të hajrit, do thonë punë ka devotshmëria më tepër. E për këtë sen Allah azza wa jall e boni që shejtani u tregu me ndje madh karshi krijesës tjetër. Do thonë që krijoi Allah azza wa jall Ademit alayhis salam, edhe i than Kur'an qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka min as-sagirin. Allah i tha dil pi xhenetit. Se ti u kallzove me një madh, automatikisht u kallzove me një madh, edhe Allah azza wa jall e nxjerri pi xhenetit shejtanin. E këto është hadithi pejgamberit alayhis salam ku thotë kush ka sa një grinc me një madhësi kur s'ka me hyrë në xhenet. Do thonë, mendjemadhësia e ka burimin pi te shejtani. Kush ka mendje madh automatikisht e pason shejtanin. Morën mend. Do thonë kjo është rregull. Kush ka mendje madh e ka udhën e shejtanit. Do thonë, cilësinë e parë që e paraqiti shejtani ishte që do thonë dashme kallzu që un jam më i madh, e kupton? Ma gentleman, do thonë ti un jam më i fuqishëm se ato e zonë zjarri, por shembull është më i fuqishëm. E tashni edhe këtë teorinë e zjarrit, që zjarri më i fuqishëm se toka, e rrezojna me disa fjalë. Do thonë këtu është një pikë cilën do të flasim edhe për ata. E tash e para për çka që po folim është që a është e vërtetë se zjarri është më i mirë se balta. Zjarri ka natyrë djegëse, për shembull kallë zjarri, edhe të shkatron. Ato ka çka ka për shembull, balta çka ka përdoret për të prodhuar dhe për të ndërtuar apo. Kjo është e para. E dyta, zjarri ka si natyrë forcën edhe rrëmbimin. Ato ka çka qëndrueshmërinë edhe qetësinë. Për shembull nëse i përdor ato bocat e plinit, nëse s'dimi kontrollu, do thonë që është mirë, për shembull përdorin apo restorane që pikin, me bu pak me përdor, do thonë gabimisht eksplodon edhe të vranë. Do thonë standard toka ka shumë më tepër elemente që është më e fuqishme se zjarri. Për shembull me çka shimin dhe njerëz zjarrin me tokë, keni pa. Thonë me tokë shimin zjarrin, sepse toka është më e fuqishme se zjarri. Do thonë standard, do thonë kur i marr këto krahasimet, edhe krahasimi i shejtanit ka qenë i gabushëm. Çe ka bu? Ama ai nuk e mohoi Allah, e tha, o Allah mund krijove, para mua, dhe shejtani se ka mohu Allah. E njëri vjen e mohon Allah. Shejtani tha, o Allah mund krijove, çe këtu ka pranim. Mund krijove pi zjarrit, pi flakës zjarrit, ata e krijova Ademin alayhis salam e krijove pi baltës. Do thonë, këtu e boni krahasimin, an këtë krahasim ka që shejtani ka pranuar Allah, ama s'u ka bind Allahut. I tha ban sejdë, ai zboni sejdë edhe dul pi mëshirës Allahut azza wa jall, edhe e fundit si pikë është nëse çket pikë e mani men, njët kam ju shërbi jo çdo ditë, jo çdo sahat, jo çdo minutë, po çdo sekondë jetës juve. Allah e po e shkruan shejtanin, kështu. Allah e përshkruan shejtanin se shejtani ka mi bo luftë njerit ditë për ditë, moment për moment, çast për çast, sekond për sekondë. Ama në çdo moment shejtani ka me bo luftë. Do të thonë luftë. Ka me bo shejtani luftë, çfarë ka thotë? Ka mi bo luftë njerit pi përpara edhe pi përmas. Ka e djathta, ala yemini wa ala shimali. Ka djathta dhe ka e majta. Edhe çfarë përfundon thotë shejtani ti ka me bo pi përpara dhe përmas. Pi ka e djathta dhe pi ka e majta. Cilat an kanë mbet pa i përmend? Kont edhe krija, apo? Pse e kalon krijen edhe kont? Se kontën, te kont, do thonë tokë, ti bjeseqe.
analt është Allahi. Në më thonë, ti, kur të bash sejgje, edhe kur të lidhash me Allahin, automatikisht e shkatron shejtanin. A e kuptoni? Dhe frekuencat e tua me Allahin Azza wa Jall lidhen mas mirë ti kur e ki ballin sejgje. A ja kishit qit ballin sejgje për dikan jashta për Allahin Azza wa Jall. Me ton, çu bjerëm sejgje, s'bjen poshtërsi. A për Allahin 5 herë dit, sa herë bojna sejgje? Për atëherë, po. Namaz nafile, namaz farz, namaz xhumon, namaz bajramit, ditë për ditë falmi, edhe me krenarie që të ballin sejgje, pse sa Allahi ka thonë. A shihni sa shumë dojnë Allahin Azza wa Jall. E për këtë arsye, të mundohemi çdo herë ta kuptojmë se kur kena cytje pi shejtanit, merr abdest, lidhon namaz dhe automatikisht ti e fiton shejtanin. Edhe kjo është pika e fundit, e inshallah për pjesën e dytë me Ademin alayhis salam, se hala s'kena fol Ademi alayhis salam çu dur pi xheneti, hala çka kriju Hava. Do të ka shumë pika tjera për Ademin alayhis salam, e deri kur të vjen edhe te Abili, Kabil, do të ka plot situata, do të mundohemi inshallah me pjesën e dytë ta përfundojmë historinë e Ademit alayhis salam. Edhe kisha dashur për fund më t'regu që dini Allahit Azza wa Jall e ka një sen shumë përparësi. Kështu me ju mundi me thonë njëri parë para sa vetëve kriju, me 1000 vjet apo dhe. Ani ka 1000 vjet, mos thonë 100.000 vjet ka, do thonë, miliarda vjet, shumë apo. Dhe para më donë fol na për Ademin alayhis salam, sa shumë emocionohesh, edhe të e ndëgju këtë krijimin e Ademit alayhis salam, ja nis me dash këtë pejgamber të Allahit. A e shihni se me të fol për dinikan tjetër, për shembull dini njëri që s'është i dinit të Allahit, sa dush me të fol sunet do, di pse? Se këtu nuk janë ato lidhshmëritë, domethënë lidhshmëritë tua me dinin e Allahit. Moment kur me një muhabet futet muhabeti dhe hyn muhabeti dinit të Allahit, çatëherë edhe shtohet dashuria për dinin e Allahit. Për shkak kjo le të jetë motiv për juve që të prezantoni ligjërata, që ta mësoni dinin e Allahit, të mësoni historitë e pejgamberëve, se le të keni sot heni ChatGPT, në Google, YouTube dhe automatikisht e mëson historinë e Ademit alayhis salam, ama nuk është e barabartë derisi që ngjohet në YouTube ma që ngjohet me prezencë. Këtë ta dini sa. Edhe për këtë arsye kjo le të jetë motivi që çdo javë të prezantojmë bashkërisht, kështu edhe unë fitoj për juve, përfitoj si ju pis shpeshherë, edhe ju përfitoni prej mua, e kështu inshallah Allah Azza wa Jalla na bashkon në xhennetin e tij, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.